Analistët politik vlerësojnë se një ndarje mundshme Ramiz Ladrovcit nga PDK-ja do të kishte pasoja të mëdha elektorale, pasi Drenasi ka qenë historikisht një nga bastionet më të forta të kësaj partie. Një kandidim i tij i pavarur ose me një subjekt të ri politik mund ta dëmtojë rënd rezultatin e PDK-s në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të mbahen ato. Sipas tyre, deklaratat e fundit të Ladrovcit sinjalizojnë një krizë të re brenda PDK-s që tashmë përballet me sfidën e mbajtjes së unitetit përballë pakënaqësive të brendshme. Rreziku për PDK në Drenas, njohësi i proceseve zgjedhore Blerim Burjani, ka paralajmëruar se Partia Demokratike e Kosovës mund të përballet me pasoja serioze në rast të zgjedhjeve të reja. Në një prononcim për Bota Sot, Burjani i tha se Ladrovci po identifikon ende veten si pjesë të PDK-s, por nëse ai vendos të marrë pjesë në zgjedhje nacionale me një iniciativë të re, kjo mund të shkaktojë tronditje të madhe brenda partisë. Ramizi po deklaron se është i PDK-s, edhe pse ka bërë një iniciativë me të cilën doli fitues, por nëse ka ndryshuar mendja, atëherë ai do të marrë pjesë në zgjedhjet nacionale, e që PDK-ja mund t'ia sheh sherrin që e ka bërë vet, tha Burjani. Sipas Burjanit, në këtë situatë të re politike, PDK-ja rrezikon të humbasë një pjesë të madhe të mbështetjes në Drenas, komunë që tradicionalisht ka qenë bastioni fuqishëm i saj. Në këtë situatë të re, PDK-ja ka gjasa të humbë gjysmën e votave në Drenas në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Mendoj se PDK-ja duhet të përafrohet me Ramizin, nëse jo, atëherë nëse kjo iniciativë del në zgjedhjet e jashtëzakonshme, partia mund të ketë probleme serioze, përfundoi Blerim Burjani. Mehmeti, PDK po vdes aty ku lindi, ndërsa analisti politik Faton Mehmeti ka deklaruar se PDK-ja po përballet me rënien më të madhe që nga themelimi i saj. Sipas tij, paralajmërimet e kryetarit të Drenasit Ramiz Ladrovci janë vetëm pasqyrë e krizës së thellë që ka kapluar PDK-n. Sigurisht, PDK po vdes aty ku lindi, pra po i kthehet bumerang gjithë zullumi që i ka bërë vendit për 20 vjet. Ramiz Ladrovci është preteksti i të nemurave që e kanë kapluar këtë parti nga qytetarët e Kosovës, deklaroi Mehmeti. Motej, ai paralajmëroi se nëse mbahen zgjedhje nacionale, PDK-ja do të pësojë tronditjen më të madhe pikërisht në Drenas, bastionin që për më shumë se 2 dekada ka qenë simboli forcës së kësaj partie. Në rast se mbahen zgjedhjet nacionale, gjë që nuk është për tu habitur, PDK do të pësojë tronditje të madhe në Drenas, në bastionin e saj që s'ka humbur kurrë. Padyshim se PDK-ja do të thyet në Drenas, ndërsa në nivel vendi pritet të ketë rënje, shtoi ai. Analisti u shpreh se Ramiz Ladrovci u ka treguar drejtuesve të PDK-s përfshirë Memli Krasniqin dhe Samil Ushtakun se epoka e presioneve dhe ndikimeve të grupeve të interesit ka përfunduar. Ramizi ka treguar qartë Memlit dhe Samiut se koha e bryllave, koha e të fortëve ka kaluar. Qytetarët e Drenasit më nuk votojnë për ata që në emër të luftës kanë vjedhur. Samil Ushtaku është shkaku pse PDK-ja ka humbur në Drenas dhe po ashtu do të humbas prap në zgjedhjet nacionale, theksoi Mehmeti. Megjithatë, ai bëri thirrje Ladrovcit të jetë i kujdesshëm, duke paralajmëruar se brenda PDK-s mund të ketë kurthe të fshehta ndaj tij. Ramiz Ladrovci duhet të ketë kujdes nga ndonjë kurth që vetë PDK-ja dit i bëj. Gjithsesi, PDK-ja po i shembet kalaja nga brenda, përfundoi analisti Faton Mehmeti për Bota Sot.